matosur me shpatën e mbretit Neptun, Aisha është e vendosur të shpëtoj familjen e saj. Errësira përfshin dimensionin magjik, pasi Tritani heq gurin nga shtylla e dritës. Stella e shqetësuar për babain e saj, mbretin Redius, shëndeti të cilit është i lidhur me diellin e Solarias, lufton për ta shpëtuar. Do të bëhesh më mirë, Redius, përsa kohë që dielli i dytë i Solarias shkëlqen. Luna, çfarë po bën ti këtu? Unë po kujdesem për ty. Mund të jemi të divorcuar, por ne ende jemi familje dhe ti ende mbreti im. Duhet të mobilizoj forcat tona. Duhet të luftojmë. Dielli ynë i dytë po errësohet. Shpresa jone vetme tani është që Winxat mund të shpëtojnë shtyllën e dritës. Përndryshe do të humbasim jetët tona. Oh! Diamantilekt! E tia që mund t'ja dilje, Stella. Faleminderit, Stella. Largoni që andej. Shiko, Tritani ka marrë një pjesë të shtyllës me vete. Bisha! Lëvizni! Le të shkojmë, vajza. Quajtja e natyrës. Shiko, ata po ikin pa ne. Eja! Ti u përpoqe të më mbrosh. Do të bëja gjithçka për ty, Tritan. Unë do të ul të gjithë dimensionin magjik. Poshtë një shtylle shumë shpejt, ke për ta parë. Një nga një shtylla të gjitha. Eja! Ja ku është? Tritan! Tritan! Ku shërira isha? Të mungon familja? Shko për shëndeti! Jo! Tritani në mutantët e ti! Ja ku po vin! Mos u shqetëso, merre mund me ta. Shpata e Neptunit. Le të shkojmë, motër. Nereo, Tresa. Kushërira isha. Faleminderit. Faleminderit. Princi kurorës Nereo. Shpata e babait tim. Por tani është e jotja. Mere, Nereo. Kushërira isha, ti e përdore këtë shpatë për të na çliruar nga magjia e vëllait tim. Betohem ta përdor atë për të çliruar oqeanin e pafund nga e gjithë e keqja e Tritanit. Unë do të luftoj me ty, Nereo. Së bashku do ta mposhtim Tritanin. O Zot! Shikoni, funksionoi! Tritani mori fulën nga shtylla e dritës. Dhe tani shtylla po shembet. Në të gjitha botët do të mbulojë errësira. Shtylla e dritës do të bjerë
Duhet ta ruajmë patjetër. Ne jemi këtu. Bëni kujdes, po rrëzohet. Duhet ta stabilizojmë disi. Mere mund me këtë. Fuqia Morphix. Kjo nuk mjaftoi. Le ta mbulojmë me konvergjencë. Gati Wings, të gjitha së bashku. Konvergjenca së O jo, nuk funksionoi. Kujdes! Çfarë do të bëjmë tani? Drit! Shtylla nuk mund të qëndroj pa dritë. Ju duhet ta rifendosni dritën. Stella? Po! Në rregull. Unë jam zana e diellit që shkëlqen dhe askush nuk do ta shuaj dritën në orën time. Mami, babi, kjo është për ju. Drita e Cyrenix. Stella, a je mirë? Po, jam mirë. Ja dole, Stella. Po, unë ja dola. Tani bëjmë mirë të shkojmë. Dielli po shkëlqen përsëri. Stella, si është puna? Oh, nuk jam e sigurt nëse dua të shkoj. Por Stella, dielli po shkëlqen. Të dy. Dhe baba yt do të kthehet plotësisht në normalitet. Pikërisht për këtë kam shumë frikë. Çfarë do të thuash? Kur kishte një krizë, mamaja ime ishte atje, ne ishim një familje. Po, por tani që gjithçka është në rregull. Familja ime nuk do t'jetë. Me mdoj më mirë të futem atje. Dëshiron të vi me ty? Jo, do t'jem shumë mirë. E gjora Stella. Ajo mund të shpëtoj dimensionin magjik, por nuk mund t'i bëj prindrit e saj të shkojnë mirë. Mami, babi, Stella! E dashur! Mami, ne jemi shumë krenare për ju. Ti shpëtove shtyllën e dritës. Të lumt. kisha shumë frikë, por mendova se çfarë do të bëje ti, babi. Kjo është vajza ime. Dhe unë mendova se çfarë do të bënte mami. E dashura ime. Dhe kështu unë i bashkova. Mirë, tani është mirë. Por tani është koha për t'ju futur punës dhe për të ndaluar Tritanin për gjithmonë. Radius,
Stella meriton më shumë vlerësim se kaq. Jo, është shumë në rregull, mami. E po e dashur, unë thjesht nuk mund të bëj asgjë, apo jo? Mund të provosh po të duash. Pse je këtu përsëri atëherë? Në fakt sapo po largohesha, për atë zot. Kush mendon se është ajo? Wingsat arritën të rivendosnin shtyllën e dritës, por Tritani nuk ka mbaruar. Ai do të sulmojë shtyllat e tjera për gurët. Ai duhet ta bëj për të aktivizuar fronin e perandorit. Dhe ne duhet t'i kundërvihemi atij. Wingsat! Fuqitë e tyre Sirenix i lejojnë ato që të hyjnë në oqeanin e pafund. Por ato janë shumë larg nga zotërimi i tyre. Pikërisht. Dhe kjo është arsyeja pse ju kam thirrur këtu. Ne duhet t'i bëjmë gati. Më fal, por do të duhet kohë, drejtoresh. Dhe ne nuk kemi kohë. Nëse Tritani aktivizon fronin e perandorit, ai mund të na shkatërrojë të gjithëve. Dimensioni magjik është në sulm. Këto këpuc, unë i vesha në festën e Solarias, herën e fundit që prindrit e mi ishin të lumtur së bashku. Mendoj se ke gëzuar mjaftueshëm Stellën për momentin, Kiko. Është Sky! Plum! Hey Sky! Më vjen keq ka qenë shumë i zënë. A je lirë më vonë? Sigurisht, unë mund të jem e lirë. Shkëlqyeshëm. Do jem në Alfia deri të dielën. Po! Wow! Është nga profesor magjistari. Kemi një problem. Më takoni në liçenin Rokaluçe sa më shpejt të mundeni. Bëj mirë të shkojmë. Unë them se çdo mbretëri duhet të vendosë ushtrinë e saj dhe të mbrojë kufijtë e saj. Secili prej nesh po lufton vetëm, do të mposhtemi. Ne duhet të bashkohemi dhe të luftojmë së bashku. E pse jo? Jo, është e vërtetë. Do të mposhtemi. Dhe ne nuk kemi kohë. Nëse Tritani aktivizon fronin e perandorit, ai mund të na shkatërrojë të gjithëve. Dimensioni magjik është në sulm. Le të mbledhim një samit të gjitha mbretërive. Edhe së bashku vendosim se si të luftojmë Tritanin. Unë ofroj kështjellën time në Domino si vendin ton të takimit. Mund ta bëja të drek javën tjetër, nëse dëshironi mbretëresha Samara. Mendoj se mund të funksionojë Diaspro. Madhëria juaj. Si është puna e rendor? Tritani. Të gjitha mbretërit duhet takohen në Domino. Ne duhet të përgatitemi. Ku është djali im? Ku është Prince Sky? Qetëso e rendor, ai është jashtë. Jashtë? Si mund t'jetë jashtë? E po ai nuk mund të rri gjithë ditën këtu. E pse jo? Unë po rri. Sky do t'jetë mbreti Heraklionit. Qëndrimi këtu është detyrë e tij. Ku shkoj? Nuk e di. Unë mund ta di se ku është. Ende po ruan se çfarë bën Sky apo jo Diaspro. Po çfarë po pret? Shko edhe merre. Do t'ishe e lumtur, por fatkeqësisht madhëria juaj nuk kam autoritet të kthej princin në pallat. Do ta shohim edhe këtë. Më sillni një emblem të Erendorit dhe skeptrin tim. Tani.
Tani ti je ndërlidhja speciale e mbretit. Ti mund të flasësh në emrin tim dhe t'i thuash Skyt se e dua që të kthehet këtu tani. Po, madhëria juaj. Nuk e di nëse ishte një ide aq e mirë, Erendor. Unë nuk shoh asgjë. Magjistari tha se ishte në të lashe. Jo, tha se ka pasur të lashe. Po, por ku? Ndim! Oh jo, profesori magjistar! Kujdes! Transformimi Wings! Wings magjike! Serenix! Lum, zana e flakës së dragoj! Stena, zana e diellit që shkëlqen. Tekna! Zana e teknologjisë! Flora, zana e natyrës! Mjota, zana e muzikës. Aisha, zana e valve. Ndim, më shpëtoni, ndim. Po merr mend. Ndim. Goditje stuhishme! Po i mirë të shkojmë blu. Shpejt. Pengesa Morphis. Ndim. Jamam ile. Pasqyra sonike. Wow! Nuk e kuptoj, ai po na I kthen magjit. Ke të drejtë Tekna. Ai përdori fuqinë time të zjarrit kundër Aishës. Dhe fuqinë time të diellit kundër Mjusës. Jo mirë. Disku jashtë. E pat këtë vajza? Po, mund të largoj ndotjen, por nuk mund ta duroj. Jepini vajza, luftoje në zjarrin me zjarr. Çfarë do të thotë kjo? Mendoj se duhet I japim një shije të ullumit të tij dhe të shohim se çfarë ndodh. E janë Wings. Ndim, më shpëtoni, ndim. Rrjeti digital. Garkoja atë gjë. Tu, djalë peme, këtu. Kjo është e gjitha që ke? Jepi pra. Flora! Mbrojtja e Gaias. Mirë, kjo mjafton. Gati të gjitha? Tërhiqeni! Hej, profesor, po të isha në vendin tuaj, do të mbaja frymën dhe do të mbyllja syt. Profesor! Ju lum, vajza. Sigurisht që t'je për e këta. Sigurisht që po. Tani që keni fuqinë e Serenix, duhet të mësoni ta përdorni atë. Ky është mësimi juaj I parë. Çfarë zbuluat? E po, atëhere ti the luftoni zjarrin me zjarr. Gjithashtu e mund të më përbindeshin duke përdorur fuqinë e tij toksike kundër ti. Pikërisht, kjo është një taktik shumë e dobishme. A nuk mendoni kështu? Është perëndimi I diellit, më duhet të vrapoj.
Blum, doja shumë që ta bënim këtë shëtitje së bashku, sepse është e njëjta shëtitje që bëm herën e parë që ishim vetëm. Edhe mua më kujtohet viti I parë që isha këtu. Ishte hera e parë që ta mbajta dorën. Ishte shumë romantike. Është shumë romantike, Sky. Sa herë që e shikoj këtë, mendoj për ty. Unë gjithmonë mendoj për ty, Blum. Ti e gjëja e parë në mendjen time kur zgjohem, dhe gjëja e fundit për të cilën mendoj para se të fle. Edhe unë, Sky. Jam shumë e lumtur që jemi bashk. Jaspro? Çfarë po bën këtu? Ti duhet të kthehesh me njëherë në pallat, Sky. Hyr brenda. Unë nuk marr urdhra nga ti. Në fakt, tani po merr. Unë jam ndërlidhësja e veçantë e mbretit. Ta kërkoj në emër të ti. Dhe mbreti thot Eja në shtëpi tani. Më fal, Blum. Duhet të iki. Sky, çfarë është kjo? Çfarë po ndodh? Princin Sky e thret detyra. Sa keq për ty, Blum. Më vjen keq. Mirupafshim. Daphne nxit Winksat të kërkojnë syrin e frymëzimit, por ato nuk e dinë se çfarë është ose ku ta gjejnë. Në tokë, Dritani I ktheu mbeturinat e ishullit në një përbindësh që bën panik në Gardenia. Winksat duhet të ndërhyjnë përpara se të jetë tepër vonë.